Familja Liçaj në fshatin Kremenar të bashkisë Malakastër jeton prej 3 vitesh në një çadër në oborrin e banesës në kushte ekstrem të vështira. 44 vjeçari Ermal Liçaj, për shkak të një dëmtimi në shtyllën kurrizore në kohën kur ishte ushtar, nuk mund të punojë duke mos mundur t'i sigurojë familjes të ardhura. Unë kam qenë ushtarak, jam vrarë ushtar, kanë zënë arkat e municioneve, e kam kërkojtur, s'ma kanë dhenë, i kërkojtëm ndihmë bashkisë Ballshit, Qerimi Ismailajt, ai nuk na tha do të ndihmoj, ka ardhur këtu e ka parë gjendjen e di si është, shtëpia është e banueshme, erdhën në Tirana e verifikuan inxhinierët, thanë mos banoni këtu, na i mbyllën dyert, tani jemi këtu po bëjmë 2 vjet e gjysmë, e na ka thënë do ndihmoj, ne s'duam asnjë gjë, vetëm na bëj shtëpinë. Babain e kam smur, e kemi çuar mbrëm sot mëngjes në orën 5 spital në Fier, ka ikur urgjencë, ne këtë kërkojmë, s'duam gjë tjetër, vetëm shtëpinë, na bëj shtëpinë. Çadër jo ka ofruar bashkia? E ka sjell bashkia, kjo është çadër e dytë që kanë sjell, se e para na i mori stuhia, e shqeu, kjo është e dyta që na i kanë ashtur, edhe kjo është e pabanueshme, shiko si është atje brenda. Pra ju jetoni këtu 5? Po, 5 veta, 5 persona. Por që babai juaj është edhe në gjendje të rënduar. Po, babai është me pikse gjakun trut kokës, është edhe me paralizë kronike. Si jetoni ju? Me se jetoni? Po, me të keq, me vojtje. Çfarë kanë të ardhur? Po s'kemi, kemi 5 kokë dele, kemi 5 pula dedi, asnjë gjë tjetër. Ti punon? Po çfarë pune unë vojna shtylla kurrizore. Jam rrezuar ushtarak, e kam kërkuar, jam në Tiranë, kam në 7 muaj gjysmë në spital ushtarak. Tiranë, 2 muaj kam gjendje kome, e kërkojtëm, kërkuam kempin tim ose dëm shpërblim ç'a isha ajo, s'na dhanë asnjë gjë. Ka qenë Fatos Nanu ahere kryeministër, bëjmë thirrje kryetarit bashkisë zotit Qerim, vit na rregulloj vetëm shtëpinë, na ribaroj shtëpinë, nuk duam ne në një vil luks apo në ashtu, ne s'po kërkojmë luks, thjesht mona bie soleta brenda na zën fëmin apo ne na e një çadi shtëpie. Më e vështirë situata është për bashkëshorten e tij Filen, për të cilën përditshmëria është një makt i vërtet. Se s'do gjatë tjetër, burrin e kam të smur, jam asnjë gjatë tjetër s'duha. Asnjë gjë s'kërkoj bashkisë, vetëm çatin. Për ju është edhe më e vështirë, apo sepse krye familjarja burrin e është pjesë ka tepër vështirë këto kushte apo jo? Po. Që ku po flen fleçade me djalë me burr, në përdhe flen. S'do gjë tjetër.